opozita pa asnjë diskutim do ketë protesta dhe ndër më të fuqishmet. Opozita thret ditën e premte, tryezën e të gjitha forcave politike dhe faktorëve influent në shoqërinë shqiptare për të krijuar një bashkërendim, një front të gjerë kundër narkoregjimit të Edi Ramës dhe për të normarë të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij 1 minutë më parë. Ju pyetet për një emër që është hedhur në diskutim publik, emrin e shkrimtares Lea Ypi për kryeministre teknike, ndërkohë Adriatik Lapaj në fundjavë ka hedhur emra të tjerë për diskutim, për Parim Kabo dhe Tritan Kalo. A keni menduar se cilët do të jenë emrat e qeverisë teknike? Ka ndonjë ide, propozim Partia Demokratike dhe si u duken këto dy emrat e fundit që ju citova? Partia Demokratike insiston dhe do insistoj për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as dhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim, Partia Demokratike do të avancoj ose do paraqes propozimet e veta krahas forcave tjera politike.